طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Jemi tek temat e fikut dhe vëllezërit tek agjërimi në librin Umdatul Ahkam të Makthesiut. Kemi arritur tek agjërimi më i mirë. Do thon kështu e ka titulluar autori i librit, ka filluar me hadithin e 191 ku Abdullah ibn Umar radiallahu anhu thot na ka ndaluar thot pejgamberi alayhi salatu wassalam vizalin. Çka është vizalin? Është agjërimi i 2 ditëve pa iftar ndërmjet tyre. Po du më agjëru, po du më afru Allahut azza wa jall më shumë, atëherë po du më agjëru veç me një iftar 2 ditë. Sot për shembull ku mungur sefir, edhe deri nesër, jo mas nesër një iftar. Këto e ka ndalu Muhamedi alayhi salatu wassalam. Tha pa iftar ndërmjet tyre, i thanë o i dërguari i Allahut, ti e vepron këtë lloj agjërimi. Muhamedi s'e ka vepru, pa ai është Muhammed, ai është i dërguari i Allahut, nuk jeti si i dërguari i Allahut. Namazi Muhamedit alayhi salatu wassalam, namazi i natës ka qenë farz për to, për neve nuk është farz. Pastaj thot, tha me të vërtet, unë nuk jam si ju. Tha mua me ushqen dhe me japin për të pirë. Pastaj thot, këtë hadith të transmeton Ebu Huraira, Aisha dhe Enes ibn Malik. Në transmetimin e Ebu Sejid el-Hudriut, të gjendur tek Muslimi thuhet, ai që do ta praktikoj nga ju agjërimin vizal, le të qëndroj agjërushëm deri në sefir. Nëse doni që të shumë me agjëru, atëherë mirë, në rregull, mos hani një iftar çone deri në sefir. Po më shumë jo. Që i bie një herë me hungër në 24 orë. Apo se ka pas sahabi kanë qenë të etur për ibadet, për adhurim dhe Allah subhanahu wa taala, ju ka dok me një aspekt pak me agjëru 10-15 orë, hajde të agjërojmë 24 orë. Më thonë, nga syfyri në syfir. Dhe Muhamedi alayhi salatu wassalam çka këtë agjërim e ka leju mirë, po 2 ditë mos më bëj iftar, kjo këtë nuk e ka leju. Tani kemi kuptimin e përgjithshëm të hadithit. Feja e Islamit vëllazërin është fe e lehtë, nuk ka me ta shtrëngu ty. Allah vetë ka thonë në Kur'an që e don lehtësimin, nuk ka me vështërsi. Edhe kur i kemi 2 gjëra përballë, dine, 2 hadithe kur i keni, çdo herë zgjedhni më të lehtën. Pse po shkoni më të zonshme me përzgjedh? Feja është e lehtë. Nëse don me bëu të mira, bën vazhdimsi të mira, edhe qoftë në gjëra të vogla, por vazhdueshëm me bëu. Se nëse e bën më të rëndën, herë do kur ti kimë lënë. S'kimë mujt. Të mund feja. Për atë arsye, në vazhdimsi bëje një vepër të mirë, ai fale 2 rekate namaz duha, vazhdo me 2 rekate. Fale 4 vazhdo. Mos e shto. Nëse e sheh vetin që në vazhdimsi mundesh me bëu namaz më shumë, në rregull, vazhdon me një tempo, apo thot s'ndesh, thot në të probleme, nuk ka probleme vështërsi. Këtë fe e ka ligjësuar Allah subhanahu wa taala, i urti që urren ekstremizmin, se ka pas, e dini që i kanë ardhur lajme Muhamedit alayhi salatu wassalam një person që ka thonë unë thot kam agjëru tan kohën, unë s'kam me flajt me gra hiç. Apo ku e di unë ibadet ka me bo, thot unë edhe flaj, edhe do më thonë bëj ibadet, edhe ngritna me bo namaz, edhe normalisht flaj me gratin mia, edhe gjitha këto gjëra i bëj, thot kushdo që largohet nga suneti im, thot nuk është prej nesh, nuk mund është i mukon më i mirë në ibadet se Muhamedi alayhi salatu wassalam. Thot raskapitjen e lodhjen e robit nuk e don Allah azza wa jall. Allah nuk e obligoi njeriu për të mundësisë. Lehtësimi është nevojë e shpirtit. Shpirti ka nevojë në herë mu lehtësu. Thot për këtë profeti alayhi salatu wassalam na ka ndaluar çat agjërimin e vazhdueshëm. Domethënë 2 ditë me agjëru deri iftarin me bë, domethënë në ditën e dytë. Vetë pejgamberi alayhi salatu wassalam këtë agjërim e praktikonte, pasi atij është dhënë diçka që neve nuk na është dhënë. Tani do ta komentojmë këtë çka ka thonë dietar, që a është qëllimi i ushqimit për Muhamedit alayhi salatu wassalam që e ka ushqyer Allahu azza wa jall, apo është fjala ushqimin shpirtëror? Se ushqimi shpirtëror e ka bëu këtë që mukon i fuqishëm, apo. Pastaj thot sahabët çka i than? Masi që e morën vesh, po ti ja Rasulullah, tha po agjëron çështut. Na a duhet me të pasu ty?
Ta shumë po them, a ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala që ju e keni shembullin më të mirë te pejgamberi alayhi salatu wassalam? Atëherë na ty po dhe me të pasu. Atëherë Muhamedi alayhi salatu wassalam i tregon dhe i thot që ju s'jeni sikur une. Unë kom fuqi, unë e kom fuqi në 30-40 burrave, nuk e keni atë fuqi. Pastaj thot çka? Dhe ty të kemi shembulltyr, i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, unë nuk jam si ju, unë grysem dhe Zoti im më jep, më ushqen dhe më jep të pi. Apo pastaj thot, përderisa ju keni dëshirë ta praktikoni këtë, atëherë ati duket vetja i fortë, le të qëndrojë agjërueshëm deri në syfër, edhe kaq më shumti deri në syfër, po mos e zgjatni më shumë. Nga urtësia e agjërimit është të ngrënurit lehtë edhe pak. Sikur vllazni, na mi çun në vend sunetet e pejgamberit alayhis salam, vallahi kishim mikon tip top edhe në trupat tonë. Tip top kishim mikon edhe në trupat tonë. Qoftë në haje, qoftë në pije, qoftë çdo gjë. Ta kishim çu sunetin e pejgamberit alayhis salam në vend, na kishim mikon edhe fizikisht, edhe shpirtnikisht të fuqishëm. Por se të gjitha sunetet s'u pëlqejnë në vend për atë arsye dhe po ndodhin gjëra jo të mira. Mendimet e dietarët kanë mendime të ndryshme për sa i përket ushqimit dhe pijes, dhe së profetit alayhis salam në hadith ata ndajnë dy mendime, siç tham. Ata janë real. Një pjesë e ulemave kanë thonë është real, Allahu xhel e ushqen Muhamedit alayhis salam, i jep ushqim tamam kështu, jo shpirtëror, po fizik apo organik. Ndërsa e dyta, profeti nga knatësia e adhurimit dhe bindjes dhe Allahut subhanahu wa ta'ala, zbavite dhe i largoi mendja nga ushqimi e pija sa i braktiste dhe i linte ato, pra sipas këtij mendimi të ushqyerit nuk është material, po është abstrakt. Shpirti i tij, se vllazni, çdo sen lidhet me sistemin nervor. A keni vret për shembull, një kohë caktuar, disa minutazha, dvjen ajo etja apo dvjen për me hongër ushqim apo nevojë që ka organizmi, nëse te i kalon çto disa minutë e harron disi. Nëse në çat moment ti e kalon çat vezvese të ngrënjes, me lenin Allah subhanahu wa taala hiqet. Këtë është e lidhur me sistemin nervor. Ai ki po subhanallah, çë shejtani apo dhe nefsi pak para se me flajt 12 natës më çu me hongër buk. Me po mos me hongër ti e i marish makaronat aty, i mushish mirë, ta mushish barkin mirë dhe drejtën gjatë. Ajo është knatësi për luktin edhe për trupin, më thojsa. Pastaj thot, gjykimi, nëse ushqimi do të ishte i vërtet real, i perceptueshëm, atëra agjërimi vizual do të prishej dhe nuk kishte pse të thoshte pejgamberi sa unë nuk jam si ju. Ma thonë, nuk është agjërim, nuk është ushqim tamam kështu material që ka ngrënë Muhamedi alayhi salatu wassalam. Gjykimi i agjërimit vizual tek disa dietar është i ndaluar, tek disa thot është i pëlqyeshëm. Dhe thot tek të tjerët është i lejuar. Mendimi i fundit lejimin e mbështesën Abdullah ibn Zubair, disa selef Abdurrahman ibn Abi Naim, Ibrahim ibn Zeid at-Taymi edhe Ubayd al-Jawza. E bëjnë të ndaluar tre imamët, Maliku, Shafiu dhe Ebu Hanife rahmetullah alej, e shtjellojnë çështjen e këtij agjërimi Imam Ahmeti, të gjitha e ulema të tjerë thot lejohet vazhdimësia e agjërimit deri në syfir, por primare është me lon, mos me agjëru deri në syfir. Vllazi në fillet e para të Islamit e dini ka pas dispozita e agjërimit, ka qenë dispozita e iftarit, ka qenë nëse të kazon gjumi pa hongër, ka qenë ndaluar me ngrën deri syfir. Deri në syfir ka qenë ndaluar me hongër. Para më në dhe të zë gjumi dhe syfirin se hash, i bie qysh sahabiu në ka zonë gjumi, deri, s'ka po syfir eq, deri në iftar. Mirë po i ka rot fikt. Pas e ka dispozita, prej iftarit deri në syfir ty të lejohet me ngrot flesh është kuha jote në një aspekt. Pastaj thot Aisha thot profeti alayhis salatu paqja dhe mëshira Allahu qoftë mbi të, i ndaloi sahabët nga agjërimi i vazhdueshëm si mëshirë për ta. Ky ndalim i ngjan edhe ndalimit të sahabeve në namazin e teravive, vllazni. Namazi i teravive, sikur Muhamedi alayhis salatu selam mos ta kishte ndërprej hiç një muj ditë. Çka kishte menduar me sahabit? Kishin menduar që është farz. Mirë, po mas 3-4 ditë e ndaloj. Sahabët të mushën, ditë, nata parë, nata dytë, nata tretë, nata katërt,
Kur natën e fundit nuk po del Muhamedi alayhi salatu wassalam. Sahabët, subhanallah, nga edukata atyre as nuk kanë shku tek shtëpia e tij mi trokit mi thon hajde se po të presin. Po e kanë prit deri në sabah. Deri në mëngjes. Ka dal Muhamedi alayhi salatu wassalam, ka fal namazin, pastaj i ka poçë, ka pritaj normalisht, edhe i tregon Muhamedi alayhi salatu wassalam, thot nuk e bëra, nuk erdha me e fal namazin e teravih shkaku që ju mos të mendoni që është fars. Apo wajib fars nisaj është. Dhe për atë arsye në kohën e Abu Bekrit nuk u fal me xhamat që është fal në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, kur u hek çky i let, çky mjet për mu keç kuptu, Omeri çka boni? Kur i pa grupe të u fal namaz teravih në xhami, i tha sikur thot ti bëja me një imam bashk të faleshin, edhe del, dhe më thonë, e urdhon Ubej ibn Kabin, edhe një sahabi Tamim Dari, një sahabi tjetër e urdhnon për me dal imam dhe krejt xhamati falen pas një imami namazin e teravih. Edhe çka thot kur të vjen Omer radiallahu anhu një natë tjetër, thot kur i kënaqet syni, thot sa bidat të mirë ka mbu këta. Që ke fjallë sa bidat i mirë, i ka që bidat gjitë, gjdo bidat mi thonë bidat i mirë. Hajde dhe po themi që ka bidat i mirë. Po që kjo bidat i mirë, Omerit radiallahu ka argument. Kjo veç i ka rinjallë. Apo, e ti që pe bon bidatin që hitë s'ka bo Muhamedi, ku pi thu bidati? Për bidat mirë du të me pos argument. Edhe psaj nuk e ka pos qëllimin bidatin në aspektin shariatik. Po e ka pos sikur po themi unë shpesh e krasoj, për shembull mas luftës këtu në Kosovë, me të madhe u shtun lëshimi i mjekrës. Edhe tash më çuni hoxha dhe më thon, kohën e komunizmit 50 vjet s'ka pos. Edhe më thon, mashallah çfarë bidat mirë janë të bukta. Bidat është për qëllim ringjallje e asaj që është harruar në një aspekt. Për atë arsye ulemoja kanë thonë që është në aspektin gjuhësor, jo në aspektin terminologjik, se kjo ka bazë, apo. Pastaj thot, fjala e Aishës radhiyallahu anha e ndaloi pejgamberin sa agjërimin e vazhdueshëm si mshir për ta, nuk të pengon të kuptosh që ndalimi është për të treguar se veprimi është haram. Domethënë ulemoja thonë që është haram vizal, domethënë me agjëru deri në ditën tjetër. Prej mirësisë së tij sallallahu alajhi wasallam ishte ndalimi i tij i këtij veprimi, madje të gjitha udhëresat ndalesat janë bazuar në mëshirë dhe butësi. Po ashtu në transmetimin e Imam Ahmetit që përmendi Ibn Qayyimi apo transmeton nga Buhariu thuhet mos agjëroni agjërim të pandërprer. Thot kushdo nga ju të zbatoj këtë lloj agjërimi, thot le ta agjëroj, vazhdoj agjërimin deri në syfyr. Që kjo është mesatarja më shumti që mundi me bë. Jashtë kësaj nuk lejohet. Nuk lejohet jashtë kësaj, theksojmë që më primare është lënia e agjërimit vizal në mënyrë absolute. Çka përfitojmë nga ky hadith? Agjërimi vizal pa ndërprerje është haram i ndaluar. E dyta, lejohet të ndenjurit agjërueshëm deri në syfyr, se kemi argumente. Mëshira e Allahut e të gjithditurit mëshirbërësit i ndaloi atij çka e dëmton njeriu. Ndalimi i ekstremizmit në fe, kjo është ekstremizëm. Për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam nuk është ekstremizëm, për neve është ekstremizëm, sepse dëmtojmë trupin. Ne nuk e kemi fuqinë e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Agjërimi vizal është karakteristikë dhe veçori e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tash e kemi hadithin e 192. Abdullah ibn Amri ibn al-As radhiyallahu anhu thot: u informua pejgamberi alayhi salatu wassalam për thënien time, për thënien e çti sahabiu. Pasha Allah do të agjëroj ditën dhe do të falem natën për sa të jem gjallë. Bepëvën, sahabiu. I ka ardhur fjala pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: ti ai që the kështu, a je ti ai? Çdo veprim që kanë bërë sahabët, kur ka rënë kundërshtim me sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, më njëherë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam çka? I ka kontrollu, i ka korrigju. Nëse një sahabi e ka bën një vepër dhe Muhamedi sallallahu alajhi wasallam s'ka fol, e ka ditë, kjo çka i bën? Miratem. Edhe na e marrim, pse po themi vllazni, pse po themi s'tashtu marr me këto anti-islamistat, kryt më ka bë veç anti-islamistat ankon, edhe pse po themi që e ka miratimin e kishës dhe i peshkfis në Kosovë, pse po themi? Asnjë fjalë nuk po folën. Heshtje. Heshtje çka i bën? Miratim. Kur diul ISIS-i, a kemi folë na? A kemi hesht?
Ka fol Bashkia Islame, kanë fol imam, kanë fol xhallar, në tanaont kanë fol, bile çat shumë kemi fol, që tjerë thëshin se s'po çohet. Xhallar do të më fol më shumë pa na kipati, ha? Hec këshyri çka po folim na. Sa kërcime i kemi sasen. E këta janë të e bu këta? Heshtja është miratim. Bile mos kofshin këta që i kanë nxit këta mi bo. Mra papirët që do më thonë ju boneni organizot, e na ju kemi mrapa, na do më thonë e majma dhe vijen çka, vijen mesatare, të paqes, ku e dione, që nëse eventualisht ju mundi me bot diçka, na tërhiqemi në fund. Musliman s'bën mongër këtë karen. A di çka bëjnë këta? Nesër me bo me ndodhë mi arrestu këta tipat, të anti-islamistat, budushnostat, çka? Qohet kisha në fund edhe i peshkvia dhe thot hajde tash po bëjmë konferencë apo po bëjmë dialog ndërfetar. Ndërfetar po bëjmë se na paqe, çfarë paqe bëni më zhveti? 1.5% jetë. Çfarë paqe të lik? 2 vjet ke kërcnu, ke tanaont, ke thirr mi shfaros muslimant. Edhe tash të ka ardhur ajo çështja që secili pe din mo, ato kërcënimet që i ke bë, edhe tash qysh me dal me rujt atë institucionin ton, del edhe shfaqet, po dojmë na konferencë dialogu ndërfetar. Po dalim dialogu ndërfetar edhe ti ngjeu në këtë për 2 vjet çka ke bë. Po dalim dialogu ndërfetar. Jo unë nuk shoj pen në fin time. Domethënë, kjo është mirat, heshtja është një lloj miratimi. Pse s'pe dalish një fjalë me thon, me kundërshtu, që unë s'jam me ty. Pastaj atëri thash, unë kam thënë o të bëft kurban baba i dhe nëna ime. E kam pas një shprehje arabt, apo, që kur kanë dashur, domethënë me treguat mirësinë ndaj Resulit alayhi salatu wassalam, të bofsha kurban, apo të bofsha kurban për ty babën edhe nonën. Nuk ka qëllim me kurbanin që prehet, apo do thotë për mi bosh shirk Allahut subhanahu wa taala përpos Allahut azza wa jall. Tha profeti alayhi salatu wassalam, me të vërtetë ti nuk ke mundësi ta bësh këtë. Andaj agjëro dhe ha. Qile agjërimin, fli dhe falo. Agjëro 3 ditë në muaj, sepse një mirësi shpërblet sikur të kesh bërë 10 të tilla. Nëse 3 ditë agjëron i ki sikur 30 ditë. E nëse 1 vjet agjëron, i bën sikur 1 vjet më agjëru. Sepse 1 ditë agjërim e ka shpërblimin në 10 fish. 3 ditë gjatë muajit nëse agjëron i bie 30 ditë. Pastaj edhe honë tejtë nëse agjëron, me lejet Allahut ti në vazhdimsi je duke agjëru, apo. Pastaj thot, e kjo është sikur të kesh agjëruar gjatë gjithë kohës. I thash, po unë kam mundësi më shumë ja Rasulullah. Ti po thu 3 ditë. Po unë kam mundësi më shumë. Atëherë pejgamberi sa mi tha, agjëron 1 ditë, qile 2 ditë. Agjëron 1 ditë, 2 ditë mos agjëro. Pastaj i tha, unë mundem më shumë ja Rasulullah. Halo po lyp, sahabio. Tha agjëron 1 ditë dhe qile 1 ditë. Dhe kjo tha është agjërimi Davudit alayhis salam më i mirë agjërim. I thash unë kam mundësi më shumë, o ja Rasulullah. Çdo ditë domethënë. Tha profeti alayhis salam s'ka më të mirë se ai mo. Kry, s'ka më të mirë se ai. Agjërimi më i mirë nëse çet shumë ki mundësi më agjëru, ta ka qelë Allahu subhanahu wa taala në agjërimit, më shumë ti është 1 ditë po 1 ditë jo. Më shumë, më tepër mo nuk ka në transmetim tjetër thotë s'ka agjërim më të mirë se ai vllau tim Davudit, gjysma jetës agjërim, andaj agjëron 1 ditë dhe qile 1 ditë. Kuptimi i përgjithshëm i hadithit, profeti alayhi salatu wassalam u njoftua për fjalën e Abdullah ibn Amrit, ishte betuar se do të agjëronte dhe nuk do ta qilte, do të falej, do të flinte gjithë jetën. Prandaj e pyeti Abdullah, i tha po, i tha profeti alayhi salatu i tha profeti alayhi salatu wassalam, me të vërtetë kjo është e rëndë për ty. Mos jep një fjalë se s'mundesh me çudej në fund. Çdo ditë më agjëroj mesele është. Çdo dytën ditë më agjëroj është mesele lemo çdo ditë. Andaj mos e merr më të vështirën se s'mundesh. E losh dikur krejt me një aspekt. Më pas e udhëzoi në rrugën me model, apo në rrugën model mesatar. Abdullah ibn Amri i tha profetit alayhi salatu wassalam që kishte më shumë mundësi, por Resuli alayhi salatu wassalam e ndaloi tek agjërimi at Davudit alayhi salam. Hadithi i fundit për sonte, Abdullah ibn Amr ibn al-As transmeton se pejgamberi sa ka thënë, agjërimi më i dashur për Allahun është ai Davudit. Namazi më i dashur për Allahun është ai Davudit. Edhe Davudi se gjithë pejgamberët kanë pas namaz vëllazni. Jo sikur na shikimi 5 vakte, po kanë pas formën ndryshe. Flinte gjysmën e natës, thot falte 1/3 e saj,
thot dhe flinte 1/6 e saj, agjeronte një ditë dhe e qilte një ditë. Kështu ishte ibadeti i Davudit alayhi salam, edhe agjerimin edhe namazin. Tani kemi kuptimin e hadithit, e përmendëm më parë tolerancën dhe lehtësimin e fesë sonë të lartë të Islamit. Ai i cili krijoi gjindët dhe njerëzit për adhurim, dëshiroi që ky adhurim të jetë i lehtë vllazni, jo të lodhesh, nuk të kalon mu lodh në ibadet. Dhe thot, kështu agjerimi dhe namazi më i mirë ishin ata të Davudit alayhis salam, pasi ai ishte profet që agjeronte një ditë dhe qilte një ditë, gjysmën e natës flinte për të qenë aktiv në adhurim në namazin e natës, të cilin e falte në 1/3 e saj, sikur ta bënim gjumin rahat. Për shembull, mas jacis të flenim. Për shembull, në ora 7 tash është. Në ora 7 mu çu, në ora 12, apo me fal namazin 1 orë, edhe masi prap me flajt, pak para sabajt prap mu çu, me bo të rregullt gjumin, kreta mund me bo. Po gjumin s'pe bëjmë na të rregullt, çto është problemi? Dhe ti kur se bën gjumin e rregullt, normalisht ki probleme pas edhe me gjumë. Namazjaci s'flaj. Pak janë. Kemi një vëlla që flen në ora 7. Mashallah. Edhe flen në ora 7, atëherë kur çosh mëngjesi kfill çosh. Na flem 11 me flesh mirë është. Flen në ora 1-2, pastaj me zor çomin mëngjes. Pas mëngjesit, pastaj jo më nejt, jo mos më nejt, përzihet kreta, po. Çto është fatkeqësia. Gjysmën e natës flinte për të qenë aktiv në adhurim, në namazin e natës, si në falte në 1/3 e saj, pastaj flinte në 1/6 e natës, të cilën e falte për adhurim, të falte namazin si adhurim dhe Allahut subhanahu wa taala, dhe për fund çka përfitojmë nga ky hadith? Agjerimi një ditë dhe qelja një ditë është agjerimi më i mirë pasi e përfshin gjithë kohën. Gjumi në pjesën e partë natës falja në 1/3 e saj, e pastaj gjumi në 1/6 e saj është adhurimi më i mirë pasi trupi merr rahatin e nevojshme fillimisht. Kjo puna gjumit o subhanallah, kur ti flan mas namazit jacis, e rregullon gjumin. Kur ta rregullon gjumin, apo kur bën ibadet, veç e çet dorën në faqe edhe për njerë të merë gjumi. Nëse e bën një sistem të jetës, të fjetjes. E kur ti përzin, këto përzin kretë, edhe nuk mundesh. Telefonat, televizionat, me kodionet, çdo sen, këto ta hupin. Pak para se me fjet, nëse ti e përdor telefonin, që ky telefon që i ka ato rrezët e veta ndikon nëpërmjet syrit që mu taju një hormon që ta ik gjumin. Do ti s'mish me flet. To kretë di. Pak para se me fjet, nuk bën me pas as telefon, as televizion, as sen. Përkundrazi duhet me mshel krejt me pas errësirë. Dhe errësira ty ta bjen gjumin. Se Allah zot që ashtu i ka kriju njeriu, sikur një hormon që tajohet kur zbardhet dita, apo pse i qesin për shembull perdët, shkakun si po du me flajt. Dhe nëse zbardhet dita, si ki perdët, ty del gjumi, ma let del. Se Allah Azza ka kriju hormonet që tajohen varësisht nga rrethonat e njeriut apo të kohës. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymije, feja solli drejtësi në çdo gjë. Te i kalimi apo teprimi në adhurime është pa drejtësi, gjë të cilën na e ka ndaluar feja. Jemi urdhëruar për mesatari në adhurime të përshpejtojmë iftarin, të vënojmë syfyrin e të mos agjerojmë në mënyrë të pandërprer. Mesataria në adhurime është qëllimi kryesor i yni. Dhe për atë arsye na jemi veçuar si ummet mesatar, dhe për fond Allah i madhruar të ka obliguar o njeri shumë lloje adhurimesh. Allah Azza wa Jall ta çel vllazni. Për atë arsye janë edhe 8 dyert xhenetit, 7 dyert xhenetit. Po. Pse janë? Shkaku që Allah subhanahu wa ta'ala secilit ja ka qel një derë. Dikujt ja ka qel namazin, dikujt ja ka qel agjerimin, dikujt ja ka qel sadakan. Varësisht nga cila derë ti jep përparësi. Ebu Bekri ka pas gjitha dyrt. Në të nëmët. A i dini rastin kur Ebu Bekri ka orë namaz sabat, edhe pejgamberi sasam ka thonë kush e ka falë namazin me xhamat, kush e ka falë namaz xhenazës, kush ka agjeru, kush ka vizitu të smuk, kreti ka pas Ebu Bekri. Ku i bona vë subhanallah. Kreta i ka bon. S'mojmë na më konë se Ebu Bekri. S'mojmë më konë. Omer radiallahu u qu edhe dha gjysmën e pasurisë sadaka.
Edhe kur e pa Ebu Bekrin që e dha krejt, tha jas, s'muj me ty, tha mushti. Nuk muj me ty. Çdo më thonë që me dhonë këtë pasurin, tash mos të keq kuptohet se ai e ka dhonë. Po pejgamberi sa ka në hadith pejgamberi alayhis kur një person e ka transmetuar hadithin edhe i ka thonë unë kam e dhon kaç, thotë jo, bile edhe 1/3 se ka liu, mas fundi e ka liu, thotë 1/3 me dhon. Pse? Mos milon trashëgimtar në varfri. Ti pjet tjerë trashëgimtarin tonë pelon në varfri. Kjo nuk është më spori sadakaja më e mirë është për familjen tonë e pastaj për të tjerët. Thot Allah i madhruar ta ka obliguar njëri shumë lloje të adhurimeve. Nëse te i kalon tek njëri do t'i lësh të tjerët. Në një kohë që kërkohet forcë fizike, vlen për të theksuar se kur njeriu çështjet e përditshme, si fjetjen me gruan, të vizituar të shoqërisë, kërkimin e riskut, bisedën me fëmijët, gjumin i bën me niyet. Nëse gjitha çto vllazni e boni me niyet për më afru Allah subhanahu wa taala edhe gjumin që flani jeni në ibadet. Jeni në ibadet. Edhe gjumin që flan, po flaj më herët mu çu me fal namaz. Po flaj më herët mu çu edhe me fal namazin e sabat me xhamat në xhami. Po flaj më herët ku e di unë mu çu edhe me boj ibadet, me lexu Kur'an, me boj dua gjitha, edhe gjumin derisa të çosh e keni ibadet. Kërret është tek niyeti. Fe madhështore subhanallah. Domethënë thjesht ti e ki veç niyetin e ndran, bën niyetin për hir të Allahut, e ki edhe gjumin, edhe pjesën e dynjos, po e ki edhe pjesën e ahiretit, atëherë të merresh problem dhe të gjitha këto punë nga adetet shndrohen në ibadete. Adet shndrohet në ibadet. Allah është bujor i madh dhe mirësia e tij është e pafund. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.